Marrëdhënia ime me Lirdonën ka qenë shumë e mirë, e lumtur. Lirdona është konë një grua mrekullueshme, një nonë shumë e përkushtuar dhe një bashkëshorte e devotshme. Na kemi jetuar në Suedi, nuk ka pas asnjëherë ndonjë ndarje apo diçka tillë. Çdo gjë ka qenë në rregull mes neve. Siç e ka thonë edhe dëshmitari Kanon Kokalla edhe vetë Leonardi, se asnjëherë në jetën time, larg qoftë me ushtru dhunë apo diçka tillë, ato gjëra nuk kanë ekzistuar në marrëdhënien tonë. Pothuajse çdo shtetas i Suedisë ka policë sigurimit. Sigurimit, po. Edhe shtëpiak, edhe jetësor. Në këtë rast edhe unë e kom pas të njëjtin sigurim siç e ka pas Lirdona, e kom pas edhe unë. Të njëjtin shumë, është këtë si gjë normale me pas policë sigurimit. Si çdo çift, nuk them që martesa jonë ka qenë pa asnjë grindje ndonjëherë, por jo deri në ftoje të marrëdhënieve. Do thotë ka qenë çdo gjë në rregull. Sa i përket marrëdhënieve me Kushtrim Kokallën dhe Granit Plavën, unë Granit Plavën atë ditë që u shfaqën ato video, është hera parë në jetën time që kom nejt me Granit Plavën vetë, pa Kushtrim Kokallën. 2 herë të tjera e kom taku me Kushtrim Kokallën, me djalin e dajs, dhe nuk kom pas asnjëherë miqësi apo diçka tillë me Granit Plavën, nuk janë jo as prindrit, as motrat, as vllaznit, as ajo arme është blerë në mënyrë krejt spontane, me të vetmin qëllim përshitje nga ona e Granit Plavës. Sa i përket armeve, ashtu siç ka deklaruar edhe baba im, unë kurrë nuk i kom dashur armet. Edhe Leonardi mundet me vërtetu që asnjëherë nuk më ka pa me arme ndonjëherë. Edhe e din shumë mirë edhe Leonardi që asnjëherë s'kom qenë interesuar pas armeve. Por atë natë me 29 nëntor, unë kur kom shku në Etnokuqa, do të thotë, unë nuk e kom pa Granit Plavën asnjëherë, as në restorant, as jashtë restoranit, dhe ajo video që ishte, ajo s'ka asgjë lidhje me ndonjë shenjë apo diçka, është komplet absurde. Ju me këtë akuzone se keni pas një marrëveshje me 2 akuzurit tjerë, me privu nga jeta të ndjerën. Larg qoftë. Çka kapi këso çështje? Mund të shpjegimi ki? Përgjigjja ime është nuk ka asnjë marrëveshje, as paraprak, asnjëherë nuk ka marrëveshje për me vrarë Lirdonën. 500 metra, po para se me mritë shtëpia, do të thotë, pa prit mas nga una e majt e ime, nga therrat apo si më quajt ato, del një person i maskuar në mes të rrugës, duke drejtuar armën në drejtim tonin. Lirdona thotë ku hajnat apo hajni, nuk e di diçka kështu. Unë e ngadalsoj, i çoj durt këtë kohën kështu, e nali makinën, i çoj durt këtë kohën. Personi maskuar afrohet do thotë ishte në mes, edhe vjen te drejtarja ku ishte Lirdona ulur. Lirdona e hap drejtaren se unë kisha paret në xhep, sepse kulet nuk komojt kur. Ato ja dhon, ai e zgat dorën edhe i merr ato, telefonin tem, paret. Jo, telefonin jo, paret, edhe telefoni ja jep Lirdona vetin edhe paret. Unë e kom mendu që grabitja po bëhet për vetur, sepse mu, siç thash, më doli një person përpara, nuk ka qenë i parkum automjeti ti apo diçka që unë e kom pa që është me makinë, unë e kom mendu që po grabitet vetura. Dhe kjo është edhe arsyeja pse kom dalë prej veturës. Kur kom dalë nga vetura, e kom hap derën e kerrit të fëmijëve, fëmia kanë ngajt, edhe unë kom ngajt pas tyre. Tu mendu që kur të largohem unë, ai lëshon rrugën prej Lirdonës dhe del e merr kerrin. Kjo ka qenë mendimi im, pse pas vetëm disa sekonda kom dëgjuar krismën. Mu ka ndodhur si 2 krisma në atë moment dhe kom mendu që është po shton në drejtim tonin. Dhe nuk kom guxu më kthy mrapa, kom vazhdu me ngajt me fëmijë dhe kur po shoj, do thot pas disa sekonda prap e kthej kokën mrapa, shoh se nuk është Lirdona askund dhe në atë moment vjen një vetura e zezë, ajo që ishte në pamje. Makina vjen në drejtim timin edhe të fëmijëve. Ishte shumë afër për me na godit. Nuk e dija humbi kontrollën apo pse, por ashtu ndodhi edhe vetëm i kom kap fëmijët
edhe në moment e ka kthy vullonën edhe ka vazhdu drejt, po në shpejtësi të madhe. I nderuar trup gjykues, unë në akt akuzohem që e ku majt me dorë gruan time momentin e saj të fundit të jetës. Unë ju betohem në 2 fëmijët që i kam. Ju betohem që na emër sele as në makinin nuk ka qenë në momentin kur është vrarë Lirdona, as unë as fëmia. Ju betohem, kjo është vetmja e vërtetë. Ajo që e thot prokurorja është shpifje. Nuk